Banorët e fshatrave Rape, Rrype, Memaj prej 4 ditësh vuajnë mungesën e energjisë duke kaluar kështu edhe festën e Kurban Bajramit në errësirë totale. Mungesa e energjisë në fshatin Rape ka sjellë dhe mungesën e ujit të pishëm, pasi ujësillësi i këtij fshati funksionon përmes motopompave. Sot nuk përgjigjet kërkush për cilën festën e Bajramit e festojmë në terr. Edhe çdo gjë në frigoriferat tonë është e shku me dëm. Edhe ujtë e pishme kena nëpërmjet energjisë elektrike. Për ne a problem. Pas patëm drejta as kena ujë. Janë një komunë pa drejta. Zona e Zotit na ka dhënë zonën e frigoriferit që këtë kanë për kanë shku dëm. A zona. Mos me pro drejta tash drejtit, edhe festa është. Tu nuk di zan vëllai, do është sa do marrë kush më atë punë. Edhe aty nëse kanë dhënë votën na ka dalë bosh kjo punë. Agjencia e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike bëri të ditur se shkak për mungesën e energjisë është bërë dëmtimi disa shtyllave si dhe defektet në rrjet, në tentativë për riparimin e të cilave humbi jetën dhe elektricisti Gentian Cufaj. Puna për riparimin e defektit 2 ditë thuhet të jetë ndërprerë për shkaqe teknike, ndërsa sot ka mbritur baza e nevojshme materiale, ku shpresohet që brenda ditës së nesërme zona të furnizohet me energji elektrike.